Së pari, ju falenderoj që e mbani gjithmonë të mbezur këtë çështje, sepse është një nga aferat pa diskutim, jo më të rënda në Shqipëri, po besoj nuk ka ndodhur kur as Ballkanës në Europë. Që të marrësh një port, ta falësh dhe t'ja heqësh të aset publik kombëtar vendit tënd. Por, duke pasur parasysh të ngjarjet e fundit, zhvillimin të fundit, ju e keni paraqitur dhe në emisionet tuaja, në fakt kemi pasur dhe tenderimin e portit të ri, gjithashtu që edhe ai është një skandal në vete. Një skandal në vete, i cili nuk arriti të eci përpara. Kemi pasur një deklaratë të kryetarit të dhomës tregtisë amerikane për këtë çështje, dhe të gjitha këto bën dhe për më tepër dhe zhvillimet e reja, mënyrën se si po avancon alabari në portin e vete, pa diskutim që si opozit në kujdesin e doktor Berishës u bë dhe ky takim. Për të rishikusit, për të thënë çfarë u diskutua pa diskutim çështja e portit aktual të Durrësit të Vjetit, por dhe se çfarë do të bëhet me portin e ri. Zhvillimet janë të shumta, në fakt, sidomos për sa i përket portit të Durrësit. Më së fundi, kemi parë të gjithë tani më që atë çfarë opozita prej vitesh e ka thënë që në vitin 2020, kur për herë të parë u bë ligji me 3 nëntor të 2020-s dhe më pas, që kemi thënë që është tani më është mos e vërtetuar. Pse themi që është mos e vërtetuar? Sepse realisht nuk po flitet më për një marinë detare, po flitet thjesht për një kompleks